Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në edicionin e radhës të emisionit 60 minuta. Ish koloneli e FSK-s Hysen Gecaj do t'jetë pas pak me ne në një lidhje direkte me cilin do të flasim për sigurin, e cila së fundi ka qenë temë kryesore edhe në takimet e presidentës që ka pasur në kuadër të vizitave të saj jashtë vendit, ku ajo ka kërkuar vëmendje për kërcënime që vijnë nga Rusia e Serbia. Derisa sot në dorëzimin e komandës së KFOR-it, general-majori i ushtrisë italiane Enrico Abarduan ngriti shqetësime për sigurin, tha se situata nuk është e qëndrueshme për shkak të disa çështjeve të pazgjidhura mes Kosovës e Serbisë. E për gjitha këto që ndërlidhen me sigurin, pas pak i diskutojmë në këtë lidhje direkte, por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Abarduani në dorëzim të komandës së KFOR-it ngriti shqetësime në lidhje me qëndrueshmërinë e sigurisë në Kosovë. E presidentja thotë se partneriteti nuk mund të ofrohet atyre që kryen agresion ndaj fqinjve. Rubin kritikon gjykatën speciale për anshmërinë e procesin gjyqësor ndaj shkrarëve të UÇK-s. Sipas tij, specialja funksionon në kundërshtim me atë që ai ka parë si parim të tribunaleve për krime lufte. Presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen nga mesi muajit nis vizitën në Ballkanin Perëndimor. Në Kosovë pritet të qëndrojë më 15 tetor. Dronët mbi aeroportin e Muniut shkaktojnë anulime dhe vonesa fluturimësh. Gjermania kërkon masa më të rrepta për mbrojtjen e hapësirës ajrore. Në ceremoninë e ndërimit të komandës së KFOR-it, presidentja Vjosa Osmani u ka dhënë mesazh ndërkombëtarëve për sjelljen në raport me Serbinë. Ai tha se partneriteti nuk mund të ofrohet atyre që kryejnë agresion ndaj fqinjve. E komandanti deri tani shumë i KFOR-it, Enrico Abarduani, deklaroi se ka ende shqetësime në lidhje me qëndrueshmërinë e sigurisë në Kosovë. Presidentja Vjosa Osmani ka bërë thirrje për vendosmëri ndërkombëtare ndaj atyre që synojnë ta destabilizojnë Kosovën dhe rajonin. Para trupave shumë kombëshe në ceremoninë e ndërrimit të komandës së KFOR-it, ajo tha se ende ka përpjekje për të zhbërë gjithçka që është arritur në Kosovë dhe për ta kthyer vendin pas në të shkuarën. To them our response must be firm. Për ta, përgjigja jonë do të jetë e vendosur. Përkëdhelja e diktatorëve dhe autokratëve nuk mund të jetë përgjigje, siç e ka dëshmuar edhe historia her pas here. Partneriteti nuk mund të jepet atyre që kryen agresion ndaj fqinjeve. Vetëm përmes qëndrueshmërisë dhe qartësisë mund të mbrojmë paqen, stabilitetin dhe të ardhmen që të gjithë kërkojmë. E komandanti deri tani shumë i KFOR-it Enrico Abarduani deklaroi se ka ende shqetësime në lidhje me qëndrueshmërinë e sigurisë në Kosovë, shkaku i raporteve të pasgjidhura me Serbinë. There are still concerns for lasting security. Ekzistojnë ende shqetësime për qëndrueshmërinë e sigurisë për shkak të disa çështjeve të pasgjidhura dhe kjo është arsyeja pse roli i KFOR-it mbetet ende kritik dhe pse është thelbësore që KFOR-i të shihet si pjesë integrale e angazhimit të vazhdueshëm të komunitetit ndërkombëtar. Komandanti italian i cili të premten udhëheqjen e KFOR-it ja kaloi general-majorit turk Ozgan Ulutash, tha se Kosova dhe Serbia duhet të zbatojnë marrëveshjet ekzistuese e të bëjnë kompromise. If we look at the international security scenario around the world today, Nëse shohim skenarin e sigurisë ndërkombëtare sot, jam i bindur se tani më shumë se kurrë kemi nevojë për udhëheqje politike për të ndjekur zgjidhje afatgjata për shumë çështje të pasgjidhura që ende prekin Kosovën dhe rajonin. E komandanti rikthyer në detyrë si udhëheqës i KFOR-it Ozgan Ulutash tregoi se cili do të jetë prioriteti i tij. To ensure that KFOR's mission of maintaining të siguroj që misioni i KFOR-it do të ruajë një ambient të sigurt dhe të qetë për të gjitha komunitetet në Kosovë, si dhe të garantoj lirinë e lëvizjes për komunitetin ndërkombëtar. Në këtë ceremoni të misionit të NATO-s, presidentja Osmani ritheksoi se aspirata e Kosovës është antarësimi në Aleancën Veriatlantike, krahas së cilës tha se është rreshtuar gjithherë. At a time when threats to peace are multiplying, the alliance Në kohën kur kërcënimet ndaj paqes po shtohen, aleanca është më e fortë kur qëndron pranë partnerëve, që vërtet kanë dëshmuar përkushtimin e tyre. Kosova e ka bërë këtë vazhdimisht përmes qëndrueshmërisë sonë, reformave tona dhe vendosmërisë së popullit tonë. Ulutash ka drejtuar misionin e NATO-s në Kosovë edhe një vit më parë, para se udhëheqjen t'ia dorëzonte komandantit të deritanishëm të KFOR-it italianit Enrico Abarduani.
E për sigurim, presidentja Vjosa Osmani ka folur edhe në samitin e liderëve të Komitetit Politik Evropian, i cili është mbajtur në Kopenhag, ku në tresën e diskutimit kushtuar sigurisë, ajo ka theksuar se siguria e Evropës është ndërlidhur ngushtë me sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Evropa duhet ta përqendrojë vëmendjen e saj në këtë rajon, duke investuar në parandalimin e taktikave destabilizuese të Serbisë, si hap kyç për një siguri të qëndrueshme dhe afagjate, ka thënë Osmani gjatë këtij diskutimi. Osmani ka përmendur Rusinë e Serbisë si kërcënim për Kosovën, teksa i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të mos e përkthejë Serbinë, duke thënë se ajo është satelit i Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Ish-dimë sekretari Amerikan i Shtetit James Rubin ka kritikuar gjykatën speciale për anshmërinë në procesin gjyqësor ndaj shkrarëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Këtë ka thënë se e vuri re gjatë dëshmisë që ai dhe paratrupi gjykues në Hag si dëshmitar i mbrojtjes së ish-presidentit Hashim Thaçi. Rubin ka theksuar se kjo gjykatë po funksionon në kundërshtim me atë që ai e ka parë si parim të tribunaleve për krime lufte. Ky gjyq po fajson liderët e UÇK-s për gjërat që ndodhen dhe të cilat ata nuk i kishin në kontroll. Ishte qartë se Thaçi, si një gjallerina atë kohë, nuk kishte kontroll mbi asgjë. Dëshmova për 3 ditë, por më duhet të them se gjyqtarët për habin time më parashtronin pyetje që dukeshin jashtëzakonisht të anshme. Nuk dukeshin si pyetje që kishin të bënin me gjetje faktike, ka thënë Rubin në një intervistë me gazetaren e njohur Christian Amarpour. Rubin ka theksuar se gjykata speciale do duhet lironte ish-krerët e UÇK-s, pasi sipas tij ata nuk kishin përgjegjësi, aftësi e as kapacitet mbi krimet luftës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen më 15 tetor do të vizitojë Kosovën për herë të parë gjatë mandatit të saj të dytë. Vizita është pjesë e turit që ajo do ta vazhdojë në gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pritet të vizitojë Kosovën me datën 15 tetor, mëson koha nga burimet evropiane. Kjo vizitë është në kuadër të një turneje gjatë së cilës ajo do të vizitojë të gjitha 6 vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Do të jetë kjo vizita e parë e saj në rajon në mandatin e dytë në krye të Komisionit Evropian. Herën e fundit në Kosovë ishte para një viti, më saktësisht me 24 tetor, në fund të mandatit të saj të parë, por që atëherë dihej se ajo do të jetë në krye të Komisionit Evropian edhe për një mandat të ri 5 vjeçar. Vizita e para një viti e von der Leyen në Kosovë ishte plot entuziazëm. Ajo para një viti kishte uruar qeverinë për një punë që ajo e kishte quajtur të mrekullueshme në agjendën e reformave evropiane dhe kishte premtuar se deri në fund të atij viti, pra të vitit 2024, Komisioni do të kryente pagesën e parë në vlerë prej mbi 60 milion eurosh për Kosovën nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Por tash von der Leyen do e gjej Kosovën në një situatë krejt të ndryshme, me një ngërç politik, pa institucione të formuara sipas zgjedhjeve të fundit, ndërsa pagesa e mjeteve të parafinancimit nga pakuja e rritjes për Ballkanin, jo vetëm se nuk ishte realizuar vitin e shkuar, por nuk mund të realizohet as këtë vit, e është pikpyetje se kur do të mund të realizohej edhe në të ardhmen. Kosova duhet të ketë ratifikuar një marrëveshje me BE-n për pagesat nga ky plan, por një gjë e tillë nuk është e mundur pa pasur një kuvend funksional. Pritet që von der Leyen gjatë qëndrimit në Kosovë të takohet me presidenten Vjosa Osmani dhe po ashtu edhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Folësit për agjendën e saj në Kosovë janë duke u koordinuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë, prandaj diplomatët në Bruksel nuk janë të sigurt në cilin objekt von der Leyen do të mund të takohej me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Zyra e BE-s në Kosovë para disa muajsh kishte vendosur që pjesëtarët e qeverisë në detyrë të mos takohen nga bashkëbisetuesit e tyre nga BE-ja nëpër zyrat të qeverisë, pas një vendimit të gjykatës se ata nuk mund të mbanin paralelisht edhe poste në qeveri edhe në kuvend të Kosovës. Vizita e presidentes së Komisionit Evropian von der Leyen në rajon vjen vetëm disa javë para se të miratohen raportet vjetore të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit. Kjo vizitë, sipas burimeve në Bruksel, ka qenë edhe një prej arsyeve pse këto raporte dhe paketa e zgjerimit nuk do të miratohen sipas planit të mëhershëm në mesin e muajit tetor, por janë shtyrë për javën e parë të muajit nëntor. Për këtë vënë nga Brukseli, Augustin Palokaj.